Është ndërtu mbi bazën e këngës popullore qytetare shkodrane, e cila do të dominojë në të gjitha repertorin e këngëve të mia. Do të jenë paktën nga ana ime mund të jetë mbi 13 këngë që janë të repertorit shkodran. Unë kam këtu edhe maestron, të cilin e kemi qenë në prova, kemi vazhduar dhe provat me një grup shumë simpatik, të cilin njihni të gjithë ju, si quhet Vis Shkodrani, se bashku me ekipin e tij prej 8 vetësh do të ekzekutojnë të gjitha repertorin e këngëve të mia, por nuk është thjesht vetëm, nuk do të jetë vetëm këngët popullore shkodrane, do të ketë edhe nga Kosova, sepse unë kam ftuar edhe miqtë e mi, shokët e mi, kolegët e mi, të cilët janë shumë të kënaqur që në një ambient të tillë, siç është stadiumi, e të vinë të performojnë në repertorin e këngëve të tyre, siç është të cilën Shkodra e don, Mateusin, Frokun. Kam ftuar mikun tem nga Gjakova, i cili në çdo koncert nuk lën pa të një këngë shkodrane, siç është Xeni, Xeni Tishi. Gjithashtu ajo që i thona në Shkodran që Shkodra bie dekun, mas saj është Artiola Toska. Thonë është një repertor jashtëzakonisht i madh, rreth gati 2 orë, dhe të gjithë njerëzit me zi po presin. Është era parë që në stadium, sidomos në Shkodër, në Loro Boriçi, bëhet një aktivitet kaq i madh. Dhe gjithmonë këtë, jo vetëm për aktivitetin tim, por një përshëndetje, sinqerisht, jo për në gjapo, një përshëndetje shkon direkt edhe për kryetarin e bashkisë, për cilin jo vetëm për këtë koncert, po për të gjitha aktivitetet që organizohen në Shkodër, ai ka dhënë një gjallëri. Për këtë në era realitet. Besoj që është një koncert me vlera të veçanta, jo pse është koncerti i Bujarit, që Bujari ka pas edhe tjera shumë më përpara, mjaft suksesshme ato, por se besoj se vjen edhe në një formë tjetër. Është punu me detaje, repertori është zgjell me shumë kujdes, e kuptohet që është përqendruar kryesisht te kënga shkodrane. Duhet të më të që një njeri kur të respekton, duhet të respektosh. Qa drejtim? Unë duhet të filloj kështu intervjistën teme, e duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë për përkushtimin e madh dhe iniciativën. Duhet të falenderoj Saren, që kam këtu në këra, Pandilaqën, gjithashtu edhe Aronin, të cilët u të regun shumë të gatshëm për çdo gjë. Por një përshëndetje, urima, nuk di se si mund ta quaj, tepër i veçantë, shkon vetëm për iniciativën madhe që mori kryetari i bashkisë, zoti Benet Beci, për të organizuar këtë mega koncert. Nuk është koncert thjesht, është mega koncert, një koncert me përmasa shumë të mëdha, qoftë në anë artistike. Gjithashtu, edhe nga ata mira njerëz që e kanë marrë vesh, sepse këtu gjithçka është bërë me plan. Këtu gjithçka bëhen në drejtimin e kryetarit të bashkisë, i cili, përveç se ka lajmëruar që këtu të jetë koncerti, tash 1 muaj e gjysmë përpara, është lajmëruar dhe Federata Shqiptare e Futbollit, janë lajmëruar gjithë instancat që këtu do të ketë koncert recital. Besoj se përgjigja ma tepër se kaq nuk kam çfarë të them. Unë di të them që për këtë koncert janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Bashkia Shkodër mendoj që e ka treguar tashmë që di të organizojë evente, i bën ato shumë mirë, edhe mund ta them me plot gojën që koncerti i Bujarit do jetë suksesi i radhës.